tek SME dhe tek fondacioni juaj në ndihmën për biznesin e vogël. Aktualisht për 97-ën do ketë një program që do të ndihmojë në krijimin e këtyre bizneseve të vogla? Po flas për programet e Komunitetit Evropian, programi FAR. Ne sapo disbursuam fondin e parë për 1 milion e ky, i cili është u disbursua në mënyrë të suksesshme në 22 projekte u shpërnda. Dhe ne ishim në momentin që po startonim transhën e dytë të projektit FAR për 2 milion e ky në Bankën e Kursimeve. Për afërsisht $2.2 milion. $2.2 milion dhe pikërisht kishim çuar edhe aplikimet e para për këtë fond. Mirë po, në këto momente edhe ky fond është në stagnacion, është në pezullim, sepse nuk mund të punojë Banka e Kursimeve në këto kushte. Nuk ka garanci për financim e biznesesh tash në këtë moment. Kjo është e rëndësishme sepse çdo bank ka një garanci dhe mund kuptohet logjikisht që ku nuk ka garanci nacionale, nuk ka garanci individuale. Cila do jetë ndihma tjetër përveç asistencës financiare që ju mund t'i jepni këtyre bizneseve të vogla në kushtet aktuale? Kanë patur ato probleme për shembull me kthyerjen e kredisë, në afatet e kthyerjes? Deri në para fillimit të krizës, them që në projekte jonë të paktën nuk kishim probleme tilla. U bë një punë shumë e mirë në asistencën teknike për përgatitjen e këtyre projekteve dhe u financuan projektet më të mira. Dhe them që ishin projekte të suksesshme dhe nuk ishin probleme. Mirë po tani në këto momente kur ata nuk kanë mundësi për të gjeneruar të ardhura, natyrisht ka probleme për mos riktimin e kredive. Aktualisht bizneset e vogla kanë dhe një problem që është ngritur këto kohë të fundit në lidhje me taksat apo tatimet që ato paguajnë. Flitet që taksat janë trefishuar në këtë vit dhe nga shumë intervista të dhëna edhe në edicionet tona të lajmeve është thënë që ato kanë një vështirësi në pagimin e kësaj takse. Cili është opinioni juaj, si mund t'i ndihmoni, si mund t'jeni ju pala mbrojtëse e këtij biznesi? Gjithmonë kemi përpjekur të luajmë rolin e avokatit në Ministrinë e Financave për të mbrojtur, ose për të zbogluar detyrimet taksative që Ministria e Financave vjen ndaj biznesit vogël. Megjithatë duhet të theksoj një gjë që këto janë ankese në të gjithë vendet ndaj taksave dhe politika e taksave është një politikë e cila duhet të jetë pjesë përbërëse jo thjesht e një plani financiar të Ministrisë së Financave, po unë do ta shikoj në të ardhmen politikën e taksave si një politikë e cila duhet të jetë pjesë përbërëse e integruar e një plani zhvillimi, e një plani industrial me prioritete strategjike, me objektiva të caktuara, me mekanizma të caktuar për realizimin e këtyre objektivave. Nëse ne do të arrijmë të krijojmë një plan zhvillimi industrial, një plan zhvillimi i cili të ketë parasysh sektorët veçantë, prioritetet veçanta, atëherë do të ketë mundësi që sektorët të caktuar, industritë të caktuar të kenë lehtësira, incentive të caktuar në taksa. Më konkretisht? Më konkretisht, për shembull, nëse ne themi që duam të zhvillojmë sektorin e industrisë, sektorin e prodhimit, sepse në krahasim me vendet e lindjes jemi akoma brava. Jemi 10% e firmave të angazhuar në prodhim, ndërkohë që vendet tjera kanë 15-20% në industri. Atëherë na del si detyrë që këtë përqindje të arrisim. Si do rritet kjo përqindje? Unë them për shembull që kemi taksën e vlerës shtuar për maqineritë e pajisjet. Kjo taksë e vlerës shtuar për maqineritë e pajisjet duhet u rikthehet biznesmenëve. Ata nuk duhet të paguajnë taksë për importin, transfertin teknologjike të pajisjeve, maqinerive etj. Sepse përndryshe shteti nuk do të ketë mundësi të stimulojë, do të bëjë diçka për stimulimin e këtij sektori. Ne kemi një sektor prokurimi i cili është i gatshëm, ka një informacion shumë të bollshëm për shumë teknologji, për shumë pajisje, për shumë mundësi të reja investimesh me teknologji moderne. Por varet tash nga një sër aspekte dhe fenomenesh të caktuara. Cila do të jetë zhvillimi i biznesit vogël për 97-ën, cili do të jetë vazhdimësia e këtij zhvillimi? Unë mendoj që në këto momente dhe institucionet të rëndësishme financiare, siç është Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka për Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Evropiane e Investimeve të tjerë, janë afruar dhe kanë deklaruar se do të ndihmojnë ekonomikisht vendin tonë. Dhe një nga sektorët më të rëndësishëm që ata kanë theksuar për ndihmë është dhe do të jetë sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Unë jam shumë i bindur që ato do të
depozitojnë fonde të caktuara për zhvillimin e këtij sektori, sepse perspektiva e vendit tonë, perspektiva e zhvillimit ekonomik do të mbështetet mbi këto dorëmarrje. Por duhet të theksim mbi një fenomen, mbi një aspekt të caktuar që ne si vend nuk kemi përfituar gjatë kësaj kohe kredi ose skema financiare mbështetëse të tilla siç janë kredite garantuara apo kredite lehtësuara apo grante. Them këtë sepse vende të tilla si Rumania, Hungaria, Çekia, Polonia kanë marrë fonde të konsiderueshme për financimin nëpërmjet këtyre skemave. Them që edhe Shqipëria duhet të radhitet në këto vende, sepse jo vetëm që ka treguar vetëm që ka një klas biznesmenësh me një shpirt sipërmanës, por me mundësi të mëdha, por që në këto momente që po kalojmë krize, kjo nevojë dy fishohet. Ka ndonjë zhvillim të fundit për këto, për mundësinë e marrjes së këtyre lloj kredive për bizneset e vogla në Shqipëri? Së fundi, para pak ditësh, ne asistuam në një mbledhje në Bukuresht në përcaktimin e një projekti për Europën Jugëlindore. Është një iniciativë e Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për të koordinuar veprimet e këtyre vendeve në thithjen e kredive të garantuara dhe granteve. Shumë shpejt të bëhet mbledhja tjetër për përcaktimin e grupit punës dhe mendoj që këto institucione të rëndësishme financiare do të realizojnë projekte tepër mbështetëse për financimin e këtyre bizneseve. Konkretisht fjala është që një biznesmen i caktuar, i cili ka mundësia të mëdha për aftësira praktike të kënaqshme, pse jo mund të përfitojë të grante. Nëse ai fjala vjen $50,000, ai mund të përfitojë një grant po me $50,000. Ose në rast se ai shkon në bankë dhe merr një kredi, kërkon të marrë një kredi, dhe banka nuk i siguron dot kredi për arsye sepse nuk ka garancia të plota, atëherë ndërhyn shteti me një fond garancie që ne themi dhe financon fjala vjen 30 ose 40% të këtij investimi. Të tilla skema kanë qenë shumë praktike dhe shumë të suksesshme në vende të ndryshme të Europës dhe mendoj që shumë shpejt edhe në Shqipëri do të jenë të realizueshme. Ne do të përpiqemi të ndjekim zhvillimin e bizneset vogla edhe me xhirime dhe me intervista pranë vetë këtyre bizneseve duke parë se si ndjejnë ata vështirësitë, nevojat për kredi. Mendoj ta mbyllim këtu këtë bisedë. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.